Territori i Kosovës për datën 2 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mot me vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimesh. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira të shpeshta ndërsa pasditja vijon me mot pjesërisht të vrenjtur në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -4 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 3 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 2 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -2 deri në 2 gradë Celsius. Podujev -4 deri në 1 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 1 gradë Celsius. Pej -3 deri në 2 gradë Celsius. Prishtinë -3 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 3 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 2 gradë Celsius. Gjilan -4 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -2 deri në 3 gradë Celsius. Suharek -1 deri në 3 gradë Celsius. Prizren -2 deri në 2 gradë Celsius.